Vetëm një javë më parë, Bashkia Divjak qeli sezonin turistik veror duke promovuar plazhin e Divjakës si një nga destinacionet më të bukura të Bregdetit shqiptar. Me rërën e artë, detin e kaltër dhe natyrën e parkut kombëtar Divjak Karavasta, kjo zonë mbetet një pasuri e çmuar turistike. Për krahas bukurisë natyrore, një problem i përvitshëm vazhdon të shqetësoj pushuesit. Në vijën bregdetare gjenden mbeturina të sjellura nga deti dhe lumend, duke dëmtuar imazhin e plazhit në nisje të sezonit veror. Këtë fundjavë, kamera e televizionit Apollon ishte në plazhin e Divjakës, ku disa frekuentues të këtij bregdeti shprehën shqetësimin e tyre për mungesën e pastërtisë dhe menaxhim të territorit. Sipas tyre, ndërsa kryebashkiaku i Divjakës Josif Gorea promovon zonën në rrjetet sociale dhe aktivitete publike, problematikat në terren vijojnë të mbeten të pranishme. Pushuesit theksojnë se çdo vit përsëriten të njëjtat shqetësime, mungesa e pastërtisë në vijën bregdetare, funksionimi dhe monitorimi i kullave të vrojtimit, prania e rojave të plazhit si dhe kushtet higjieno-sanitare në disa kioska dhe ndërtime prej druri pranë bregut. Ata kërkojnë më shumë vëmendje nga institucionet për pastrimin e bregut, rritjen e sigurisë dhe përmirësimin e kushteve në plazhet publike, në mënyrë që Divjaka të ofrojë standardet që meriton si një nga perlat e turizmit shqiptar. Kështu shprehen frekuentuesit e plazhit të Divjakës për mikrofonin e televizionit Apollon. Është për të ardhur keq që gjithë ky vend kaq i mrekullueshëm të kataniset në këtë farë fije. S'kam fjalë për të thënë, nuk është e dhimbshme për mua të qeverisin jo të rregullisin këtë vend kështu. Faktikisht do të ishin marrë masat më shpejt, më herët, sepse turistët kanë filluar të vinë dhe kushtojnë domethënë që pastrohet në sezon turistik, është pak sa e bezdishme për turistët. Këto gjëra domethënë bëhen pa filluar sezoni turistik, paktën të ndodhin në periudhën e shkurtit të marsit. A frekuentoni shpesh Divjakën? Po, vi shumë shpesh me familjen, për fundjavë. Më shumë vi për pushim, domethënë për shplodhje, për relaks. Mungesë i penjimi e bashkisë që e ka lënë në këtë gjendje plazhin. A ka mbeturina bregun e detit dhe në re? Ja, e shikoni vetë. A do kishit ju në i thirrje për institucionin e bashkisë? Po, do t'i lutem shumë Divjakën në vend, këtu jemi rritur, këtu jemi, pse Lushnjari jemi rritur e shumë. Do ndjeshim komod, do ndjeshim mirë një pastrim, sepse në Divjak vjen gjithë Shqipëria, vjen gjithë Kosova dhe e meriton që të ketë një buxhet për pastërtinë e këtij plazhi. Si është më mirë një kryetar bashkie në rrjetet sociale apo një kryetar bashkie duke punuar për bregun e detit? As diskutohet, një kryetar bashkie që punon për njerëzit e vet dhe për bregun e detit. Bregun e detit i Divjakës është perr në gjithë Mesdheu, nuk mund të jesh Divjak në gjithë Mesdheu. Ndjem mirë kur ka shumë mbeturina në plazh, mund të jetë prish dhe ndotet ambienti. A do kishit ju në një thirrje për drejtuesit e institucionit? Që ta pastrojnë dhe deti të jetë më i bukur, që të vinë më shumë njerëz dhe ta shohin se sa e bukur është Shqipëria.